Seanca e parë gjyqësore ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Amar Maltezi dhe disa të akuzuarve të tjerë për çështjen e njohur si Partizani është shtyrë trupa gjykuese në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e përbërë nga gjyqtarët Elsa Udhiri, Bip Ndreca dhe Rudina Palloj, vendosi të shtyjë seancën për me 21 korrik pas kërkesës së SPAK-ut. Sipas prokurorisë, zoti Berisha nuk ishte njoftuar në mënyrë të rregullt dhe nuk ishte i pranishëm në sallë, ndërkohë mungonte dhe avokati i kompanisë Home Plan, një nga subjektet në këtë çështje. Pas legitimitetit të palëve, gjykata vendosi shtyrjen e procesit. Dalja nga gjykata, Amar Maltezi e cilësoi procesin si farzë politike. Ai theksoi se njoftimi për Berishën kishte ardhur me vonesë, vetëm 2 ditë më parë, ndonse sipas ligjit duhet të dorëzohej 10 ditë përpara. Maltezi akuzoi institucionet për vonesa të qëllimshme. Duhet dimi gjë, çfarë u nis kjo para 2 vitesh? Bile tani thonë edhe i gjë tjetër, nuk del dokumenti si e ka marrë shteti. Pra shteti është fut hajdut. Së dyti, thanë që ne mendojmë që ka bërë pigje apo VKM nominative Berisha. Çfarë thonë sot? Asnjë nuk është. Që kishte tagrin tonte, a është nominativ apo jo? Siç bëri për ligjin për teatrin, apo ligjin Alabar, apo 4 VKM për Bolinon. Së treti, thanë ishte në plan në përhapjes. Ka një gjë shumë interesante, që SPAK-u nuk gëzon të therrasa as për dëshmitarë Edi Ramën. E kemi kërkuar që gjatë fazës hetime, e kemi kërkuar të gjyqtarja e seancës paraprake, nuk guxon të shënoj emrin. Pak orë më vonë, edhe vetë Sali Berisha reagoi në rrjetet sociale duke i quajtur procesin një proces gjyqësor politik i nxitur nga mazhoranca. Kapja dhe përdorimi i drejtësisë si armë politike është i parë kryesor i regjimeve autokratike të korruptuara. Sot fillon procesi gjyqësor politik në GKK për dosjen Partizani, fund e kryer një piramid mashtrimi. Pas 5 vitesh hetim të vettingut, 30 vjeçar, keni gjetur se Sali Berisha bashkë me të shoqen disponojnë gjithsej 100.000 euro, kursime të 54 viteve dhe një apartament 40 metra katror më të madh se sa ai që ka pasur gjatë diktaturës dhe se ai dhe fëmijët e tij kanë zbatuar vetëm ligjin. Berisha deklaron se nuk ka asnjë fakt dhe se nuk ka bërë asnjë ndërhyrje ndaj kujdo. Për dosjen Partizani nuk ka asnjë fakt penal. Amar Maltezi nuk ju është dhënë asnjë metër katror tokë publike, nuk ka asnjë qindar dëm në para publike. Shteti veç ka përfituar nga zbatimi i ligjit. Nuk ka asnjë provë, asnjë dëshmi, asnjë dokument që të tregojë se Berisha ka bërë ndërhyrjen më të vogël ndaj kujdo. Në seancën e ardhshme me 21 korrik, trupi gjykues do të shqyrtojë nëse është paraqitur ndonjë kërkesë për përjashtimin e gjyqtares Elsa Udhiri nga çështja, ndërsa palët pritet të njihen me qëndrimin për këtë kërkesë.